Çdo herë që ka qenë kombi, që ka nevoja që të bëhen në rezistencë, fshati Polat që përgjigj. Kështu ka ndodhur edhe në luftën e fundit. Kem pas njerëz të fshatit Polat që qysh në ditët e para të legalitetit me Erdem Jasharin ju kanë bashkangjit djemë të fshatit Polat luftës që kes luftës për liri. Sa ndjet edhe kjo ndjenjë krenari edhe në fshat, edhe prej banorëve të fshatit? Kjo është një ndjenjë shumë krenari shumë e madhe, edhe ne jemi me djemë tanë, por edhe me dëshmorët që kanë ra për lirin nga fshati Polat, që jemi krenarë dhe ndihmë vetën krenarë jashtëzakonisht. Po edhe arsimi është një fush shumë e zhvillume në fshatin Polat. Ju jeni edhe pjesë e arsimit edhe sot. Fshati Polat, shkolla e parë, thuhet, si pas disa burime, është hapë në vitin 1909. Ka qenë një ndër fshatat, më i thamë fshatat e parë që ka qenë edhe në shkolla që ka hapë patrioti madha San Prishtina. Në fillim shkolla ka pas grupe dvogla nxënësësh, po ka qenë në gjuhën shqipe. Por me vonë tani, me ardhin e mbretërisë serbo-kroate, slovene, me ardhin e mbretërisë serbe, e kanë shëndru, janë mundu të shëndrojnë, e kanë hjekë shkollën shqipe, e kanë shëndru gjuhën serbo-kroate, po prapë shkolla ka vazhdu gjithmonë gjuhën shqipe dhe më hape i vitit 1909 tuqë. Edhe fshati Polat është me kuadra arsimore gjithmonë ka qenë si nga ana fetare dhe nga ana shkencore e shkollës ka qenë me përgatitje. Njerëzit kena pas gjithmonë me përgatitje të mirë.